ka prova për zotin Meta. Sot u fol aty, u fol për X-in, për Y-in, XY, analiza financiare, ç'lidhje ka zoti Meta me analizat financiare të ish. A mund ta shpjegoni gjendjen e zotit Metat në paraburgim? Është në formë perfekte. Është në formë perfekte, bën palestër, i bën të gjitha veprimet. Ka qenë ndonjëherë në izolim? U dënua. Problemi është që pati një u dënua me urdhër të 10 ditë me urdhër të Ajatullaut Tiranës, i cili konsistonte dënimi do japi urdhër Ajatullahu Tiranës të filloj prapë proces ato që të Ajatullahu e dini ju kush është, i plot fuqishmi, është zoti, është kryeministri Rama. Në shkrimin tuaj të zuar me shkrim ju thoni argument të faktin që Kam bërë parashtrime të tjera. Ilir Meta është kreu i Partisë Lirisë. Po. Mbajtet një qendrim? Nuk kam mbajtur, nuk kam folur akoma. Nuk kam folur, foli prokurori, ka sjell një material 31 faqe, të cilat ju i dini, nuk është kisht gjë të re, në kuptimin e plot të fjalës. Tani, në datën 26, ora 10:30, kemi seancën tjetër, do flasun lidhur me ato që ka sjell prokurori. Kjo është parashtrime të reja në rrethana të reja. Do t'ua vënë në dispozicion edhe sa të mbarojmë intervistën, do t'ua vënë në dispozicion dhe do ta shikoni që ndaj zoti Meta duhet të lirohet patjetër. Sepse është në një bën paraburgim për urdhër politik, siç ai e pretendon dhe vetë nga Ajatullahu Tiranës. Cilat janë 3 pikat kryesore? Faleminderit juve. Cilat janë 3 pikat kryesore? Anila, unë nuk mund të jap tani parashtrimet tuaja këtu juve. Unë do t'i jap gjykatës, kur të dalë nga gjykata dua them. Kalofshi mirë, hajde avokat.